Të nderuar, unë isha pjesë e një ushtrie vullnetare. 100% vullnetare. E përbërë nga civil. Mësues, student, bujq, punëtor, prindër. Njerëz që u detyruan t'i marrin armët sepse nuk kishin rrugë tjetër. Në një pjesë të parashtrimeve të saj, prokuroria në mënyrë të çuditshme dhe në formë akuze, me të cilësën si njëri person i afërt me Adem Jasharin, dhe si organizator që gëzon të respekt. Nuk është e qartë nëse kjo është menduar si akuzë apo si vlerësim. Për mua, të qenit bashkëluftari Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Po ashtu konsideroj edhe nder, edhe cilësimin si një nga themeluesit kryesorë të UÇK-s. Nëse këto cilësime shndrohen e akuza, atëherë problemi nuk qëndron te unë, por tek ata që i trajtojnë nderin dhe përgjegjësinë historike si faj.